Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman ya Rabbil Alamin. Allahun e lartë madhëruar e falenderojmë, ndihmë, falje dhe shpëtim vetëm për Allahut kërkojmë. Paqja dhe mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata cilët e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E lutim Allahun që të jemi mbi pasuzët e tij, sinqert për atyre të cilët rasin rrugën e tij me sinqeritet dhe për atyre të cilët vdesin në rrugën e tij duke qenë të sinqertë. Të nderuar vëllezër, në dersin e fundit kemi folur për abdesin dhe i kemi përmendur farzet apo vajibatet e abdesit. Ndërsa nëse ju kujtohet, kur kemi folur për abdesin, i kemi përmend për vlerën e abdesit edhe disa hadithe në të cilat thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: la yatawaddau rajulun fayuhsinu wudu'ahu wa yusalli as-salata illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Thot pejgamberi alayhis salam, nuk ndodh që dikush të merr abdes në mënyrën më të mirë, në mënyrën më të përsosur, do të thotë përsos abdesin, pastaj i fal 2 rekate, e që Allah të mos ia fal mëkatet që i kanë paraprit. Çka po du me thonë me këtë hadith? Po du me thonë se plot hadithe si ky kanë ardhur dikon 3 ose 4 që janë në Buhari dhe në Muslim, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë fayuhsinu wudu'ahu, dhe e përsos abdesin e vet. Do të thonë e merr abdesin për pikmëri. Dietarët kur e kanë shpjeguar që fjalën fayuhsinu wudu'ahu, kanë thonë është për qëllim e merr abdesin duke i plotësuar vajibatet e sunetet e fejt. Për atë arsye i vlen që më i përmend edhe sunetet në mënyrë që të bëjmë pjesë në çet hadithin ku thot pejgamberi sallam dhe e përsos abdesin e tij. Në mënyrë që me arrit pastaj shpërblimin që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kështu që vazhdojmë me sunetet e abdesit. E kemi përmendur, nuk po përmendi tash se dersin e kalum te vajibatet e kum përmend besmelen, të thënurit bismillah. Si pas shumicës dietarëve kjo është sunet. Mirë po, unë e kom përmend të vajibatet për shkak se çish ka thonë Imam Ahmedi në një hadith që ai vetë ka transmetuar, nuk ka abdes ai i cili nuk e përmend Allahun në të. Ka thonë hadithi është i dob, mirë po, el amelu bihi yanbaghi, ka thonë. Mirë po, është mirë më punu me ta. Kështu që pak është problem tash, ka ona jonë me shti as të sunetet, as të vajibatet, mirë po, inshallah, është mirë se cili për neve mos me lon të thënurit bismillah. Sunet është miswaku, përdorimi i miswakut. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: laula an ashqa ala ummati la abartuhum bis-siwaki inda kulli wudu. Transmetim tjetër inde kulli salat. 2 transmetime kur të vjen të namazit inshallah përmendim. Thot pejgamberi sallam, sikur të mos e rëndoja ummetit tam, do ta kisha urdhëruar atë me miswak, me pastrimin e dhëmbëve para çdo abdesi. Do thonë prej suneteve para se me marr abdes ose gjatë abdesit është përdorimi i miswakut. A e zaventson këto brusha bashkëore që ne i pastrojmë dhëmbët? Po, si pas shumicës dietarëve, po, për shkak se qëllimi i bashkon. Do thonë është qëllimi i njëjtë. Me miswak ka qenë qëllimi i pastrimit dhëmbëve. Kështu që të njëjtin qëllim e kryjnë edhe brusha. Për atë ku kanë folë për këtë sunet disa dietarë, kanë thonë nëse s'ka shkop miswakut, tek e fundit kanë thonë edhe me gesht vetëm se me e plotsu sunetin. Kështu që brusha e zaventson miswakun edhe është prej suneteve të abdesit. Pastaj pastrimi i duarve 3 herë deri tek nyja. Do të thonë, pasi që të themi bismillah, përdorim miswakun, themi 3 herë e pastrojmë duart deri tek nyja këtu 3 herë. Kjo
disa dietarë kanë thonë është sunet në përgjithësi. Mirë po është vajib në raste kur zgjohemi prej gjumit. Për shkak se pejgamberi alayhis salam ka thonë idha stayqadha ahadukum min nawmihi fala yughmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan. Fa innahu la yadri ayna batat yaduhu. Pejgamberi alayhis salam thotë kur dikush nga ju zgjohet prej gjumit, mos ta fut dorën e tij në an direkt pa e pastruar ato 3 herë. Për shkak se nuk din se ku ka pas mundësi me flajt dora e tij. Me kuptimin që ka pas mundësi që dora gjatë gjumit më qëndru në pjesë të avretit, në organe gjinitale ose diçka që me undot ajo. E ju e dini që në kohën e pejgamberit selam kanë marrë abdes me enë. E nëse tash i shfut dora e ndytur në enë, atëherë i bën se edhe që ai uji është ndot. A vlen tash e njëjta nëse na sot i pastrojmë durt me qeshme që e përdorim? Domethënë tash ujit të na rrjedh pastër, nuk po i futim ujit në enë, këtu ka mos pajtimin mes dietarëve. Mirë po, ajo që është mirë me praktiku është se sa herë që zgjohemi prej gjumit, me i pastru duart 3 herë, me marr edhe diçka më të fortë se sa edhe sunet. Ndërsa prej suneteve të abdesit është pastrimi i duarve 3 herë, për shkak se ka transmetime që e kanë pa pejgamberin selam gjatë abdesit duke i pastru duart 3 herë. Pastaj pastrimi i gojës dhe hundës nga 3 herë, duke e fut ujin në hundë më shumë. Prej suneteve është me i pastru nga 3 herë. E kemi përmend gojën edhe hundën që bojnë pjesë tek fytyra, nga 1 herë kemi thonë se janë vajib. Ndërsa të pastruajt e tyne nga 3 herë është plotësimi i sunetit. A ka transmetime që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pastruar ato edhe 2 herë, ka transmetime. Ka transmetime edhe 1 herë, edhe 2 herë, edhe 3 herë. Mirë po, ajo më e mira, më e kërkuar është pastrimi i tyre 3 herë. Domthon futja e ujit në gojë, futja e ujit në hundë. Pejgamberi sallallahu ka thonë: "Wa baligh fil istinshaqi illa an takuna sa'iman." Fute ujt në hundë, që ka thonë ati sahabijut, sa ma shumë, baligh i vjen sa ma shumë shtine. Vetëm në rast kur je agjerueshëm jo. Dietarët kanë thonë që është prej suneteve të forta me fut ujë në hundë mirë, edhe me nxjerr ato. Përveç nëse je agjerueshëm, nëse e tepron shumë, atëherë ka mundësi me kalun me kruh. Për shkak se pejgamberi selam i ka thonë përveç atëherë kur i agjerueshëm, që i bën se nëse i rjet i agjerueshëm, e fut ujë në gojë në hundë shumë, atëherë ka lënë në mekruh. Sunet tjetër është tash këtu te nga 3 herë. Besoj s'ka nevojë me përmend më. Edhe te goja, edhe te hunda, edhe gjitha gjymtyrët që i kem përmend, cilat pastrimi i tyre është vajib, nga 1 herë, të njëjtat pastrimi i tyre është nga 3 herë është sunet. A lejohet tash disa gjymtyr mi la 2 herë, disa 3 herë po. Ka transmetime, hadithe që e kanë përmend për shkrimin e abdesit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku kanë thonë që e pastroi fytyrën 2 herë ndërsa durt nga 3 herë. Domthonë vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka pas raste kur ka bën ndryshim, një gjymtyr 2 herë, një gjymtyr 3 herë. Mirë po ajo që ka është më kërkuara, që janë shumica transmetimeve, që është suneti i plot, abdesi i plot sipas sunetit është gjitha nga 3 herë. A lejohet më bën ndryshim to? Po lejohet. Edhe te 3 herë, domethënë goja, 3 herë hunda, 3 herë fytyra, 3 herë dora djathtë, 3 herë dora majt, 3 herë komba djathtë, 3 herë komba majt, to të gjitha janë sunet. Nga 1 herë kemi thonë që janë vajib. Vendosja e ujit mbi mjekër duke e fërkuar me gishta, që i thojnë takhlil. Takhlilul lihje i ka 2 metoda që është sunet veprimi i tyre. E para është me vendos ujit çështën me gjujt mjekër, me grushta ose nër mjekër, ose anash kështu, në mënyrë që me kalu, me depërtu uji në lëkurë. Kjo normal, për shkak se mjekrat janë 2 lloje. Mjekër që e kanë përmend dietar që është e rrallë,
që nëse e këshyr prej anash doket lëkura. Kjo e ka vajxhib këtë takhlilin. Patjetër e ka me vendos ujt, për shkak se veç prej doket lëkura, kështu që duhet patjetër me gjetaj metodën që me depërtu ujt dhe lëkur. Ndërsa dikush nëse ka mjekrën më të madhe edhe më të shpesh, saqë nuk i doket lëkura, kështu e kanë bërë për kufizimin dietarët, me a shihet lëkura ajo. Nëse e ka mjekrën e shpesh tillë që nuk i shihet lëkura, atëherë ky fërkim ose vendosja e ujit edhe mirat mes kështu mjekrës, atëherë është prej suneteve. Domethënë vendosja i ka dy metoda. E gjujmë ujin mbi ta, kështu, nëse është mjekra e rrallë, e kemi vajxhib me fërku derisa të depërton. Nëse është mjekra e shpesh, atëherë vetëm e gjujmë edhe japim mes. Kjo është prej plotësimit të sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Uthmani radiallahu anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihyatahu. E kom pa pejgamberin sallam duke ja e fërku mjekrën, domethënë duke bërë që takhlilin, që i pat dy forma, edhe me vendosjen e ujit, edhe duke e fërku me gishta. Pastaj për suneteve të tjera është fërkimi i gishtave të këmbëve edhe durve. Domethënë, apo gishta edhe të këmbëve edhe durve, mi pastru sidomos kanë thonë të këmbëve, për shkak se ka pas mundësi ose ka mundësi me pas ndonjë ndytësirë në ta. Kjo normal në kohën e kaluar për shkak se zakonisht etja u kon ndath. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot idha tawadda'ta fa khallil asabi'a yadayka wa rijlayka. Kur të merrsh abdes, atëherë fërkoj ndërmjet gishtave të duarve tua edhe të këmbëve tua. Domethënë është prej sunetit fërkimi i gishtave. Fillimi nga e djathta. Çdo gjymtyr me fillu nga e djathta. Dorën e djathtë para të majtës, dorën e komën e djathtë para të majtës. Thot Aisha radiallahu anha, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sha'nihi kulli. Thot pejgamberi alayhis salam i ka pëlqyer me fillu me anën e djathtë, qoftë edhe kur i ka krej flakt, qoftë edhe kur i ka mbath sandallet e tij, qoftë edhe kur ka marr abdes ose është pastru. Domethënë në çdo vepër të mirë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka praktikuar anën e djathtë, kështu që është sunet çdo gjymtyr të fillohet me pastrimin e saj nga ana e djathtë. Pastaj meshi i veshëve, pasi që të japi mes kokës, prej suneteve është edhe meshi i veshëve. E ka edhe pjesën e brendshme, edhe pjesën e jashtme pas veshit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith i cili është hadith i dobët, thot el udhunani min ar-ra'si. Vesht janë prej kokës. Disa dietarë e marrin këtë hadith si argument që ai i cili i jep mes kokës, kur të jep mes me çatran, e ka obligim me jep mes edhe veshëve. Për shkak se pejgamberi sallallahu ka thonë vesht janë prej kokës, ndërsa ajeti ka në Kur'an wamsahu bi ru'usikum, dhe japni mes kokës tuaj. I bën që komplet çka hin kokë është vajxhib, është obligim i jap mes. Kështu që aty bojnë pjesë edhe vesht. Mirë po, gjumhuri ose shumica e dietarëve e kanë mendimin se meshi i veshëve nuk është për vajxibateve. Nuk bën pjesë për shkak se hadithi ato është i dobët, i kanë edhe disa argumente të tjera që na shkon gatmi përmend. Mirë po, është prej suneteve, që është mirë me e praktiku. Domethënë me pastru. I ka edhe pjesën e jashtme, edhe pjesën e brendshme, me gishta tregues. Kështu ka ardhur në transmetime. Pastaj doja pas abdesit. Pejgamberi selam thot ma minkum min ahadin yatawadda fayusbighu al-wudu ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له الأبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Thot pejgamberi selam nuk ndodh që dikush të merr abdes edhe ta përsos abdesin, edhe këtë hadith thot, që përmendëm më herët.
edhe pastaj të e thot don ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh, përveç se t'i hapen ati dyrt e xhenetit tetat që janë dhe hen për cilën der don. I keni ndëgju se janë 8 hyrë xhenetit, kanë ardhur disa transmetime. Gjihadi ka dyrt veçantë, namazi dyrt veçantë. Këtë këto ka kategori të ibadeteve, cilat e kanë derën e veçantë tyre. Mirë po as një hadith nuk mundi me gjetë se një ibadet i hap tetat, përveç që kë. Dhe është interesant, subhanallah, dietarët kur kanë folur për vlerën e abdesit, e ka përmend këtë hadith, kanë thënë sa që ditshme një vepër shumë ndoshta me pa modeste, mirë po shkak për hapjen e 8 dyrëve të xhenetit, saqë thot pejgamberi sallam, edhe hen për cilës derë don. Domthon është prej suneteve duaja pasi ta përfundojmë abdesin. Duaja ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh. Pastaj tjetra që ka ardhur në transmetim të Tirmidhiu, Allahumma ij'alni min at-tawabin waj'alni min al-mutatahhirin. O Allah më bëj për atyre të cilët pendohen shumë, tawabin është që e shtojnë shumë pendimin, edhe al-mutatahhirin për atyre që pastrohen. Allahu thënë në Kur'an, inna Allahe yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i don ata që pendohen shumë e ata që pastrohen shumë. Dietarët kur kanë shpjeguar fjalën mutatahhirin që pastrohen, kanë thonë që është edhe pastrimi i jashtëm fizik që ky abdesi për cilin do i tash folëm, mirë po është edhe pastrimi i brendshëm i cili është pastrimi i zemrës, zemra e mbushur me tauhid, që kjo është zemra e pastër në Islam. Edhe sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë dua kur ka bën, ka desh me bën në pajtim me ajetin, që Allah i don ata që pendohen edhe ata që pastrohen. Kështu që unë u pastrova tash me abdes në anën fizike e pastrova, ndërsa mbet tash ana e brendshme që është tauhidi, është pastrimi i zemrës. Për atë pejgamberi alayhis salam thot gj'alni min at-tawabin, bën në mua për atyre që pendohen shumë edhe që pastrohen. Gjithashtu doa tjetër është doaja që besoj e dim shumica, që është kefaratul mejlisi, që ka përmend pejgamberi sallam, fshirja e mejlisit, nëse dikush ka bërë diçka në mejlis, inshallah shpresojmë që ajo doa t'i afrin. E njëjta doa është edhe pas abdesit. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. E njëjta është cilën e thojmë në fund të mejlisit, është edhe prej suneteve, me thonë edhe pas abdesit. Edhe suneti i fundit në lidhje me abdesin është falja e 2 rekateve pas abdesit. Fa inni, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, men tawadda nahwa wudu'i hadha thumma salla rak'atayn la yuhaddithu fihima nafsuhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kur ka marr abdes, në fund thot kush merr abdes ashtu siç mora unë tash, pastaj i fal 2 rekate, edhe nuk i përshpërit vetes vet në ato rekate, është për qëllim nuk dekoncentrohet shumë, atëherë i falen mëkatet e tij që i kanë parapri. Që do të thotë që e ka lidh faljen e 2 rekateve me marrjen e abdesit në mënyrë që me ju fal gjunahet. Gjithashtu është edhe një hadith që këta që thonë që është sunet falja 2 rekateve çdo herë pas abdesit, argumentojnë edhe me ata që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot një herë Bilalit, i thot o Bilal, thot çka ke bëu, thot ti çfarë vepre thot ki, sepse unë i kom dëgju trokllimat e nallëve, e sandallëve tua në xhenet para meje. Zhurmat e sandallëve tua i kom dëgju në xhenet. Çfarë vepre kiti, pse me diçka je duke u dallu? Thot Bilali, thot nuk kam ndonjë vepër që shpresoj ma shumë përveç se sa herë që kom marr abdes, jem fal aq sa ka desht Allahu. Këtë se ka përkufizu 2 ose 4 ose 6. Mirë po në bazë kësaj kanë marrë dietarët, kanë thonë që është prej sunetit me fal namaz me njëherë
pas abdesit. Edhe këta është mirë prej këshillave që e kisha pas, me lanë çdo herë veprën e fundit para si marrë në xhami me pas namazin. Në mënyrë që kur të him në xhami, atëherë me fal inshallah 2 rekate me shumë niyete. Edhe me niyet përshëndetjes xhamis, po edhe me niyet pas abdesit, po edhe nëse është sunet për shembull para drekës, kështu që bën inshallah një namaz me fal me disa niyete. Shkan thonë dietarët e nije tijaratul ulema. Niyeti është tijareti, është tregtia e dietarëve. Me një vepër ndoshta të vogël, mirë po për shkak të niyetit që i ka fut disa niyete në ta, inshallah i merr disa shpërblime. Edhe e fundit që ka të bëjë me abdesin është kujdesi në teprimin në ujë. Për shkak se kjo ka mundësi sidomos në kohën tonë më na kap gjithëve vëllazni. E dini Allahu thot në Kur'an, inna Allahe la yuhibbul musrifin, Allah nuk i don ata që e teprojnë. Dhe na sot kemi mundësi shumë lehtë me kalu në teprim kur na e lshojmë qeshmen, marrim abdes edhe kanëherë ka mundësi habitem diçka, kanëherë e teprojmë shumë ma tepër se sa i ka la vetë pejgamberi selam durt. Ndërsa ka transmetime që pejgamberi selam ka marrë abdes me një mud. Mud është një grosh qikash. Ka transmetime tjera që hadithi është hasan që pejgamberi alayhis salam ka marrë abdes me 2/3 e këtij mudit. Që po thojmë nëse i nxan mudi 500 ose 600 ml, me 300-400 ml ka marrë ose 200 ml ka marrë pejgamberi selam abdes. Shumë pak i vjen. Asa një shishe e arsikull kështu e vogël. Ka marrë abdes. E sa ka mundësi tash neve me na rrjedh ujë në qeshme nëse lëshojmë. Kështu që është mundësia, jo që tash na secili patjetër e kemi të obliguar me marrë me qit pjesë të ujit abdes. Mirë po jemi të ndaluar që me tepru. Jo që tash na secili me nda qit pjesë të ujit, me marrë vesh me çikaqe ndryshe jo. Jo, mirë po që me qenë të kujdesshëm, mos me lënë ujin që ka thonë dietarët, edhe nëse je të marrë para detit, atëherë mos e teproj me ujë. Thot pejgamberi selam, innehu sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'taduna fi at-tahuri wa fi ad-du'a. Do të ketë para kiametit njerëz që kanë me tepru edhe në pastrim në abdes, po edhe në dua. E lutim Allahun që mos të jemi prej atyre që e teprojmë, se dikush bëhet shumë bezvese të e la më shumë se sa duhet. Ndërsa ka hadithe që ndalojnë në pastrimin e duarve më shumë se sa 3 herë. Kështu që me qenë të kujdesshëm. Do thonë, prej sunetit është 3 herë. Nuk lejohet pastrimi i gjymtyrëve në 4 herë ose në 5 herë, veç në raste që ke pas ndonjë dytësirë ose diçka që s'ke mujt me largu me 3 herë, atëherë po. Përndryshe, në esencë ka lënë bidat. Nuk bën më shumë se sa 3 herë. Këto se sa i përket e abdesit. Ndërsa mesela që vjen pas abdesit është meshi. El mes ala el khufejni, i thojnë meshi mbi khuf. Ka qenë ajo që ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo mbathja e tij prej lkurës. Tash a lejohet meshi mbi çorape, edhe mas pari për përmendje meselen e meshit, disa dietar ku kanë folë për rëndësinë e meshit, e kanë përmend edhe në librat e akides. Çka ja u mërmenja pse? A din dikush mesele? Se akidit e refuzojnë mesin të parë. Do më thonë, meshi është prej meseleve cilën dietarët e kanë përmendur edhe në librat e akides për shkak se kanë thonë një prej shenjave se si e dallon ti dikon se është ehli sunne, as është kanë thonë është edhe meshi. Për shkak se ka prej fraksioneve që e mohojnë, që janë shijat rafidi, disa grupe fraksione të xhavarejve e tjera që e mohojnë meshit. A shijat rafidi ata japin mes komve duke pas dash, e të mas nuk japin mes kështu e mohojnë. Me rëndësi është çështje e rëndësishme edhe hadithet që kanë folë për meshin, për shkak se disa fraksione janë mundu sikur me e vonë dyshim
çështjen e meshit. A vlen, as vlen, a bën, as bën. Ka hadithe mutawatira vllazni që meshi është pjesë e islamit. Domethënë prej haditheve më të sakta të mundshme ka prej tyre që janë në meselet e meshit. Mutawatir janë hadithet që transmetohen shumë sahabi prej shumë. Domethënë hadithet më të sakta të mundshme janë për çështjen e meshit. Kam përmend dietarë ndryshme për selefit që ekzistojnë mbi 70 hadithe që flasin për meshin. Dhe thot Imam Ahmedi thot në zemrën time thot s'ka as pikë dyshimi thot që meshi është prej dinit. Edhe normal shumë nga dietarët kanë sjell edhe ixhma për çështjen e meshit. Domethënë s'ka pikë dyshimi, ka ixhma unanim mes dietarëve islam gjitha kohrave që meshi, kam fjalën të ehlu sunneti, fjalët e bidatxive, fraksioneve të devijuara s'kan pjesë të na. Meshi është prej lehtësimeve, të cilat Allah subhanahu wa taala i ka bë edhe për venaliun, por edhe për udhëtarin. Domethënë zakonisht shumica lehtësimeve janë për ata të cilët kanë arsye, për shembull të agjerimi, të shkurtimi i namazit, të disa lehtësime tjera janë për udhëtarin. Mirë po meshin Allah subhanahu wa taala e ka leju edhe për ato i cili është vendali. عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه رخص للمسافر 3 أيام وليلين ولياليهن وللمقيم يوما وليلة. Thot Ebu Bekrate, thot na ka leju, na ka lehtësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam meshin një ditë dhe një natë për ato i cili është në vendin e vet, ndërsa 3 ditë me 3 net, me netet e tyre për ato i cili është udhëtar. Edhe hadithe tjera që flasin për meshin, e mirë po futem direkt në mesele, si ipet meshi. Meshi, si pas gjithë dietarëve, ipet duke e fërku kombën nga nalt. A me fërku kombën e djathtë një herë atë majten, këtu inshallah mendimi më i saktë, edhe pse nuk ka diçka që është për shembull vajib ose sunet. Sunet e kanë të gjithë. Mirë po, cila është më mirë? A me fërku dyat për herë, apo djathtën një herë, apo pastaj të majten? Sipas transmetimeve që kanë ardhur se pejgamberi selam ka ardhur mesaha alejhima, i ka jap mes mbi ato. Nuk është përmend as djathtën më përpara as majtën më pastaj. Disa dietarë kanë kuptuar që me jap me dyat për herë është më mirë. Mirë po nëse jap një herë djathtës, një herë majtës, nuk ka problem. Kështu që është mesele e hapur, nuk është problem. A është ndoshta më afër me jap dy edhe për një herë, inshallah është. Mirë po, ajo që s'ka divergjenca ishme mes dietarëve është që japet veç pjesa për mikomës. Në arabisht i thojnë dhahrul qadam, shpina e komës konsiderohet kjo për mi, që japi mes. E argument për këto është fjala e Aliut radhiyallahu anhu, ku thotë sikur ti shkon feja thot me logjik, thot mesi ti çdesh me jap thot për fundin e komëve jo për mi. Për shkak se s'është me logjik, i japim për mi. Kështu që në ibadete është rregull tek të gjithë dietarët el ibadat tawqifie. Ibadetet janë tawqifie, janë pjesë ku logjika e njeriu nuk ka vend. Nuk kemi mundësi çështjet e namazit, çështjet e pastërtisë ose të abdesit ose të agjerimit to, nuk kemi drejt me e fut logjikën to. Veç në raste të caktuara ku hiç nuk ka argumente ose me bë qiyas me një argument, me një ibadet njëjtë, ka disa raste. Mirë po në esencë, mënyra si bëhet qysh tek, s'kemi drejt, janë në vende ku s'kemi drejt me i arsyetu veprimet me logjik, vetëm se me argumente. Kështu që meshi japet mbi kom. A lejohet meshi mbi qerapa? Inshallah, përderisa qerapat janë që e mbulojnë pjesën e komës deri te zojt. Tash kur ti përmend te kushtet e mesit. Edhe është për qëllim me to nxehja e komës.
për shkak se disa dietarë nuk i lejojnë qerapat cilat janë shumë të holla, me cilat edhe mbi të cilat shihet lkura e komës. Edhe janë aq të holla sa që nuk ta nxejnë komën hiç. Qëto unë e kam mendimin që s'bën me jap mes. Do të më qenë pak ma trasha, spaku mos më të do lkura, edhe më konë që qëllimi që ajo më ta nxej komën. Jo sikur ato qerapat e grave që janë që ma shumë veshën për modë, ndoshta si sa me ta mbulu komën. Disa dietarë kanë përmend edhe një shkak tjetër që do të më konë parasysh është edhe vështirësia e të dathurit. Disa kanë thonë nëse në raste të caktuara e ki vështirë me i dath, inshallah bën me jap mes edhe nëse janë të holla. Mirë po Allah alem, unë mendoj që nëse janë shumë të holla sa që doket këtë lkura, s'bën me jap. Tjetra që do të më pas parasysh qerapet me qenë që e mbulojnë komën deri te zajt. Për shkak se ka mendime e dia të xhallarëve këtu te na që japin disa qerapa që janë që i mbulojnë veç thermat këtu për mi, jo deri te zajt. E thonë që bën me jap për shkak se ajo konsiderohet khufe. Mirë po, unë mendoj që s'bën me jap atyne, sepse 4 mëdhëbet e kanë bë kusht mbulimin deri te zajt. Edhe mendoj si ko gjatë 3 i madhët më thonë që fjalën e 4 mëdhëbeve me lanë poshtë e me leju me jap mes atyne. Allah alem, mendoj se s'bën me jap atyne. Për mes qerapa, për shkak se edhe këto disa kanë herë kanë shtrëngu fort, kanë thonë jo s'bën, jo. Edhe për mes mbi qerapa ka transmetime. Ka transmetime që sahabit, bile e përmend Imam Ahmedi, mbi 13 transmetime janë që sahabit ju kanë jap mes qerapave, jo khufit, jo asaj me lkur që i kanë pas, mesteve, mirë po qerapa sikur këto tona që i kemi tash, normal në formën e tyre që i kanë pas në atë kohë për bomë ndryshe, mirë po që e quajnë qerapa. Kështu që inshallah bën më jap përderisa ato janë pak trashta dhe plotësojnë kushtet e mesteve. Edhe tjetër që do të më pas parasysh të mestet, mesi i japet veç në raste abdesi, jo në raste gusli. Nëse dikush është gjunub, mesi nuk ka vlerë. Domethënë, i japi mes pasi që marrim abdes në fund komve. Mirë po mesi nuk ta zaventson guslin. Japet vetëm në abdes, për shkak se pejgamberi selam kur e ka leju mesin ka thonë illa min janabe. Bën më jap mes nëse dikush e ka prish abdesin. Për shkak se ka leju gazra ose ka kryer nevojën e madhe ose të vogël, në fund thot jo nëse është bo gjunub. Kështu që prej gjunublakut jo nuk kryet pastrimi me mes. Sa zgjat koha e mesteve, si me llogarit kohën, ma mirë me thonë kështu, për shkak se disa kanë thonë a me llogarit me sa herë japi mes, apo me llogarit me namaz apo qysh. Kohën me llogarit me orë tona vllazni. Çdo orë që na sot i përdorim 60 minuta në orë. Thot pejgamberi selam yamsahu al-muqim yawman wa layla wa yamsahu al-musafir 3 ayam. Ai që është rëndali i jap mes dhe koha e saj është një ditë dhe një natë. Qysh e kanë llogarit atëherë që ditë e natë e kanë llogarit ashtu qysh e llogaritin me nasat. Orat e arab ka qenë një orë edhe para islamit. Sa që ka transmetime që pejgamberi selam ka thonë inna yawm al-jum'a 12 sa'a. Dita e gjumon i ka 12 orë. Thot Ibn Abasi, thot dita dhe nata i ka 24 orë. Domethënë çështja e orëve ka qenë e njohur edhe në kohën e pejgamberit selam, edhe njëjtë është llogarit. Kështu që s'kemi nevojë që me pas problem tash a me llogarit me namaza që është jo me orë. Tash e llogaritim, tash e përmendim prej kur fillon koha. Prej aty llogaritim 24 orë, jo me namaza. Kur fillon koha e meshit. Këto janë dy mendime. Mendimi i parë që thotë që koha e meshit fillon prej momentit kur prishet abdesi. Domethënë, ke marr abdes tash, abdes të plot, edhe tash është ora 6:30.
e ke prish abdesin në 10 ora. Edhe e llogarit prej orës 90 deri nesër në 24 orë. Që kjo është mendimi i parë. Mendimi i dytë është që me e llogarit fillimin e kohës mesit prej kur i jap mes në parën herë. Do thonë ke marr abdes tash, edhe i ke math meset, çorapat nuk i ke jap mes deri 1 ora. 1 ora i jap mesin e parë, deri 1 ora ditës tjetër, ki kohë. Cili mendim më i saktë, cili mendim më i përafërt është problem, Allah alem, pak me përmeni ku argumentojnë, për shkak se nuk ka hadithe që e sqarojnë direkt mesele. Hanefit e kanë mendimin që koha e mesit fillon me prishjen e abdesit, çat mendimin e parë. Thojnë për shkak se meshi është ibadet me kohë të caktuar. Ndërsa koha e saj është e caktuar prej atëherë kur është e lejuar të japet mes. Kur është e lejuar të japet mes? Prej momentit që na e kemi prish abdesin. Në momentin që e prishim abdesin, vetëm prej aty fillon koha, kemi drejt me jap mes. Kështu që me çito e arsitojnë. Do thonë, është koha prej kur ka fillu me u leju mesi, prej kur ka fillu me u leju prej atëherë që është prish abdesi. Këto mu për vetin flanë zemrën më shumë, edhe pse Sheikhu Themini ka mendimin që fillon me mesin e parë. Edhe thot për shkak se pejgamberi selam thotë ka caktuar kohën e mesit. Kur ka fol, e jo kohën e kur prishet abdesi ose diçka. Thot ajo ka të bëjë vetëm me mes. Mesi kur fillon, kur i jap ti për herë të parë. Çështu e arsitojnë. Allah alem, unë për veti e praktikoj me kohën e prishjes së abdesit. Për ndryshe, 2 mendimet janë të afërta, 2 mendimet janë të forta, 2 mendimet janë të pranuar tash se cila i flan zemrën më shumë. Kur mbaron mesi, a prishet abdesi apo meshi? Edhe kjo është mesele që ka të bëjë me mesin. Tash kemi marrë mes, ka kalu koha, edhe kemi ardhur tek, domethënë, momentet e fundit të mesit, para se mi përfundu mesi. Kalojnë çato 24 orë. Tash a bën veç me i das mestet, edhe veç me i pastru komt, apo është prish abdesi komplet? Jemi detyruar që me marr abdes këtë prej fillimit. Ajo që më flan zemër këtu është që prishet abdesi komplet. Me marr abdes prej fillimit. Mirë po, Sheikhu Themini gjithashtu edhe këtu thot që vetëm i pastron komt edhe e vazhdon abdesin. Domethënë ti je me abdes. Mirë po, është prish vetëm mesi, jo abdesi. Kjo është dallimi. Dërsa Hanefit edhe disa dietar tjerë thonë që prishet edhe abdesi komplet nëse ti kalon koha e mesit. Edhe a do të më i math tash, edhe kjo është diskutim mes dietarëve. Nëse ti duke marrë abdes, e lan komën e djathtë, hala pa e la të majten, e mbath një herë djathtën, tani e lan të majten edhe mbath. A bën mja më kështu? Sheikhu Themini, disa dietar Hambeli, edhe shumë dietar saudisë sot që janë bashkohor thonë që s'bën. Për shkak se pejgamberi alayhis salam, ai sahabiu kur ka desht mja marr komt, mja dath ato kufat e tij, çorapat e tij, i ka thonë da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratani. Thot lej ato se unë i ku mbath ato duke qenë unë i pastër. Tash duke qenë unë i pastër, thonë është për qëllim duke qenë me abdes të plot. E nëse ti ke marrë veç komën e djathtë, e se hala pa pasur të majtën i bën se hala s'ki pas abdes të plot. Që kjo është arsitimi i tyre. Mirë po, Hanefit thojnë, jo nuk është për qëllim, thojnë kjo. Për derisa ti ki me pastru apet komën e majt, ti veç i e i pastër. Që ata thojnë që koma e djathtë është math, hala pa u pastru ti krejt. Po tash ti mundesh mi thonë aty në logjikisht që unë s'po bëj njët. Unë i pastrova tash 2 vjet.
E pastrova një herë e motha, e pastrova tash të majtën e motha. Se kom bën një ditë tash kur gjao hiç, edhe pse s'ki nevojë me bën një të meset, se përmendën këto, po inshallah kuptohet. I thu që prej tash unë jam me abdes, a jam me abdes plot po. Kështu që mendoj që inshallah nuk prish punë edhe nëse i lan djathën e moth, pastaj e lan të majtën e moth, inshallah nuk ka gjë të keqe. Edhe pse disa dietar thonë nuk bën. E të njëjti nuk ka ndaj transmetim diçka që kur fol për meshin e përmend që do të më bën niyet kur ti mash ti rapat, e bën niyet për shembull ti në vetvete ose diçka që unë i kam marrë rapat për mes ose për diçka jo. Nuk ka transmetim diçka. Pejgamberi selam veç i ka marrë sahabiu kur ka desh mja dath, mja la komt. Thonë jo lej se unë i kam marrë duke qenë unë i pastër ato të pastra. Kështu që bën më jap mes edhe nuk ka problem. Kështu vim përfundim që kushtet e mesit janë 5, se po mdo këtë kem qugat. Të vishen duke qenë me abdes të plot. Pasi që të marrim abdes komplet me imbath. Të jenë të pastra mesit tash, ajo që mbathet do të më qenë e pastër, mos më pas ndonjë pa pastërtinë to. Edhe të jenë prej gjerave që lejohet përdorimi i saj. Për shembull nuk bën me qenë çorapa prej mendafshit. Për shkak se në esencë mendafshi është haram përdorimi i saj. Kështu që as meshi me haram nuk është i vlefshëm. Ta mbulojnë këmbën deri tek zogjet e këmbës. Është prej kushteve me mbulu këmbën deri tek zogjet. Të jenë nga papastërtia e lehtë, domethënë e përmendëm me abdes, pastërtia e lehtë është abdesi, pastërtia e rëndë është gusli që kemi me fol pastaj për ta ligjërat të tjera. Edhe të kenë kohë të caktuar që falen për kohën kur fillon edhe kur mbaron. Që kjo sa i përket abdesit edhe mesit, inshallah nuk e kemi bë gjatë. Allahu i shpërblyes për sabrin, Allahu i rujt. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم